Rreshtet e shiut me intensitet të lartë kanë sjellë probleme në furnizimin me energji elektrike në disa zona të vendit. Sipas raportit të strukturave të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, aktualisht janë 17 fidera të stakuar për shkak të motit të keq, ndërsa nën stacioni Kaja në Belsh ka dalë jashtë pune si pasojë e shkarkesave atmosferike, duke shkaktuar avari në pajisje 10 kV. Në terren ka nisur puna për zëvendësimin e çelsave dhe aseteve të dëmtuara, ndërkohë që në rrjetin e transmetimit, situata paraqitet e qëndrueshme. Të gjitha linjat 400 kV, 220 kV dhe 110 kV janë në operim normal dhe brigadat e linjave e nënstacioneve janë në gatishmëri. Në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm, autoritetet raportojnë një situatë kryesisht të normalizuar. Në Lezhë, furnizimi është normal dhe në qytet nuk ka prani të ujërave sipërfaqësore. Në Durrës, situata është drejt normalizimit me përmirësim të ndjeshëm në zonat e Kënetës dhe Nishtullës, ndërsa në Kukës, burimet e furnizimit me ujë vijojnë të jenë të turbulluara për shkak të prurjeve dhe ndikimit të rreshjeve. Në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza gjatë natës në intervalin 1:30-3:30, për shkak të kushteve të rënda meteorologjike janë devijuar 5 fluturime: Bologna, Milano, Torino, Bari, Köln, drejt Brindisit dhe Barit. Gjatë ditës së sotme, operimet në aeroporte raportohen normale. Në portin e Durrësit, puna vijon normalisht në të gjithë sektorët. Në portin e Vlorës, trageti linjës Vlorë-Brindisi ka mbërritur dhe është nisur në mbrëmje sipas parashikimit, por mbetet ende e pezulluar lëvizja e mjeteve të vogla në gjirin e Vlorës. Në portin e Sarandës, situata paraqitet e qetë dhe trageti linjës me Korfuzin ka vijuar normalisht operimet.